Pse? Ato aktivizohen kur shteti e humb vëmendjen ndaj tyre, kur drejtësia e humb vëmendjen ndaj tyre. Rasti I Ardian Nikulajt. Si vazhdoi, se që kur kishte nisur në 97-ën, nuk gjetën do të vrasën shqiptar, pa sollën vrasin nga Portugalia, I sollën bashkëpunëtorët nga Anglia. Pra deri aty kaq e fortë ishte ndjenja për t'u hakmar, se ata ja kushtuan jetës për t'i bërë ato para, sollën grupin e parë të anglezëve se morën përsipër. Erdhi grupi I dytë e paku ishte se mori përsipër. Grupi I tretë e mori përsipër. Se kam hyrë ditë e fundit në burg dhe shikoj atë bënte stretching ai vrasi portugez, se që futbolliste. Bënte stretching. Bënte stretching atje se del vetëm kur del Erimi del vetëm. Atë që thoshte ish presidenti Meta që ata e lanë 20 minuta ai rrit 2 orë. Pra, në atë rast kaluan pra nga 97-a deri në momentin kur vrasja kishin kaluar 25 vjet, 26 vjet. Pra deri në momentin kur ndodhe vrasja. Dhe shisa e fortë ishte ndjenja, se ndjenja marrës ka dhe një veçanti. Nuk harron. Dhe duhen rrethana jashtëzakonisht të forta që ti ta demotivosh të hakmerët. Që të hakmerët, pra të marri ta demotivosh. Dhe jo më kot. Po të shikosh, po ndodhi një ngjarje për gjakmarrje dhe hakmarrje, do të shikosh që në atë periudhë kohore do të ndodhin edhe 3-4 ngjarje tjera. Duket sikur I shtyp butonin. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse thash edhe herë janë ngjarje që marrin hov në varësi të situatës që është. Nëse situata është si të mund motivuese për ata, fillojnë kujtohet e shikoj se kam edhe për këtë hakun për të marrë. Pastaj këta kanë dalë pa mask fare. Jo kanë dalë pa mask fare. Ata kanë dalë sepse kur merret gjak ato çojnë edhe fjalëre. Pra duan të duken që e kemi bërë ne krimin. Kjo është arsye. Vetëm gjë që kanë bërë ata, që duket qartë është ai ka fshehur targën derisa ata afrohet viktimës, për t'ikur policisë. Ata e kanë bërë haftazin mes ditës. Ata kanë vënë firmën, kanë marrë përsipër autorësinë duke qëndruar të zbuluar. Kur merret gjak I quhet fjalë. Ai ka fshehur targën që t'i afrohet autorit. Ai nuk ka pasur frikë fare dhe kjo mua më shqetëson më shumë, që ai s'ka frikë fare nga reagimi I policisë. Unë kam parë në atë qark, edhe me dronë, shumë drone. Është çështje frike apo nevoja për të marrë gjak, për të marrë hak, është më e Kam një fortë se rast sa tjetër frika. që e kam ndjekur atje. Personi ishte në rrugë nga policia, më rrinin policët para shtëpisë. I çonte dronin ai nga sipër. Dhe merrte në telefon. Dhe I thosha futi policët në veranë, se policia s'mund futej brenda shtëpi. Si ishte detyrë policit, kishte makinën dhe do ronte shtëpinë. Ai ja çonte dronin sipër. Sigurisht që ai dronin e çonte do bënte presion se do vrisë me dron. Fute policin I thosha brenda që të largojë dronin dhe prit deri mëngjes, sepse droni çoi gjatë natës, jo gjatë ditës. Një rast Shkodër për gjakmarrjes është shumë interesant, megjithëse kishin hyrë këto negociatorët pleqt, po themi, për t'i pajtuar kanet 3 javë. Pa e ditë edhe I zoti lokalit në qatini një lokali, duke rujt dhe në momentin që ka dalë 1 sekond hasmi që ishte në asmëri me këtë në derën e shtëpisë tij private, ai e ka ekzekutuar se ka qenë shumë afër dhe e zbuluan bazë të gjurmëve të biologjike se kishte lanë gjurmë të kishte pitë cigare. Ata ishin bisedime. 3 javë. Ndërsa ishin bisedime 3 javë dhe kishte hangër vetëm biskota dhe arriti ta merret. Pra, nevoja Vetëm biskota kishte ngrënë, pra s'kishte dalë fare, nuk kishte zbuluar nga çatia. Fare 3 javë. Pra, sepse u kap autorët dhe ne zbuluam. Pra 3 javë prandaj shprehja me bukë në trast, domethënë që ai zë vën aty me bukën e vet derisa të dalin me bukë në trast. Kur nuk funksionon shteti, kur shteti nuk është I zoti, atëre ai do të rri 3 javë një muaj. Megjithatë Kreshniku tha diçka pak më parë që nuk u dëgjua, po ja do ta thot tani. Tani ku është shteti se këto ngjarje ndodhen edhe në Kret. Nuk është vetëm fenomen shqiptar, është I gjithë mes dheut, duke përfshi Afrikën Veriore, më I theksuar I është në Sardenja, në Korsik, pa diskutim në Kret, po duke përfshirë gjithë mes dheun. Pra nuk është dhe rregulluar me ritual në të gjithë mes dheun. Pra ndodhet edhe në vende ku shteti është më I fortë. Shumë më I fortë edhe shumë më I sofistikuar, sidomos zona e Algjerisë, njëherë edhe Maroku dhe Tunizia kanë të tmerrshme, nuk e di Egjipti pak më pak, por e kanë me ritual njësoj si ne, me shumë fjalë, me habere, me të gjitha me radhë. Kështu që nuk është Sardenja pa diskutim po ashtu. Kështu që kjo ideja e tashin duhet ndajmë gjakmarrjen para 500 vjetëve me gjakmarrjen sot. Nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Është 500 vjet përpara, një jetonte me imal, një me imal tjetër edhe ashtu do rregulloheshin marrëdhëniet. Gjakmarrja sot është thjesht shpagim për I vrasit më parshme. Nuk ka ndonjë mister ose ndonjë gjë për të diskutuar në lidhje me vijën familjare ose ai që I del atë vret.
me paramendim, pa paramendim, pastaj sipas situatave, sipas mundësive. Po mirë, dakord. Po kush e ndal? Këto e kanë pyetje të fundit, para se ta mbyllim Pastaj këtë është pjesë. edhe diçka tjetër Kush e ndal? Po. që ka vrasje për gjakmarrje që janë bërë edhe mbas vujtjes dënimit, ose gjatë kohës vujtjes dënimit është vrarë Pra ti do të thuash familjare. edhe drejtësia nuk e ndal dot këtë. Nuk e Pra ndal dot nëse drejtësia. autori është dënuar, ka nevoja për Ka të vrasje qenë. pa fund që janë dënuar, ndalon, janë profesor. ekzekutuar mbasi Raste të ralla janë. Shumica ka Shkodra, Lezhë, Po jo, më jo. edhe mbas Shumica. vuajtjes dhe gjatë vuajtjes dënimit. Kështu që Janë raste, dakord, janë raste të shumë të ralla ato, po praktika ka treguar që kur janë po marrë kama atë masa. personazhin që po Ja, flisnin bashkë, ja, ai po, në fillim, ai vrasa doli nga burgu. Po, për doli. Tash do po, do të përmendim. Po, jo, më jo, shko. Nuk është se kam dakord. evokacion për Ajo ishte historitë. një zinxhir disa vrasje kishin ndodhur, nuk ishte një, më kupton? Pra ka raste të tilla. Po edhe ky i Lezhës se njëri nga këta e ka bërë burgun. Shumica e këtyre, jo më jo, si bëhet burgu për vrasje. Jo më e ka bërë në 97-ën e ka bërë njëri burgun, tash se sa burg ka bërë është diskutim tjetër, po burgun Shumica e ka bërë. e vrasjeve, në qoftë se autorët janë dënuar me dënime 25 vjet Si e bën tjerë. përshtypje më keq akoma. Jo. Më Në keq. shumica nuk janë hakmarrë, nuk kanë Po marrë. mirë, jo, kjo që thotë ka është ti qëndron. Për të thënë që edhe kur drejtësia, me po. këtë që thosh, shiko. Që edhe në burg vrasja e Artan Lleshit, në burgun e sigurisë lartë. Po i vrau i griu. Pra, kundërshtari i tij ose hasmi i tij. Po. Pra, ky për drejt kishte vrarë dhe kushërin e vet atë kishte vrarë. Po. Kundërshtari i tij nuk u knaq, i vrau babai, i vrau xhaxhain, i zhduku vëllezër, s'kan ku fomë ata, dhe në fund vajti e vrau të pagoj një të dënuar me burgim përjetshëm, tjetër që ishte Sokol Mjacaj, dhe shkoi e vrau në burgun e sigurisë lart mu aty ku rritej. Pra, ky lloj si them, motivimi që kanë ata dhe problemi tjetër që kemi se ne pa diskutim nuk e vëm dyshim faktin që është shumë e vështirë ta azjesosh, komunizmi, që të zhdukte gjithë fisin, ta merrte gjithë fisin, edhe ta çote nga tropoja, ta çote minierë atje në Memaliaj. Pra, të mbante fisin, ty kujdes na morim qaf. Pra ai kishte gjetur një metodë, po nëse kemi më atë lloj sistemi. Unë jo më ta thash pak më parë që po ti shikosh, kjo është një natyrë kriminaliteti që merr hovë dhe shfrytëzon momentin. Kur vërtet vigjilenca e shtetit bie. Ne duhet kemi një strategji, e tha zoti Karamuçi pak më parë, që është ai plani i studimit, ti duhet kesh informacion se çfarë po ndodh, se çfarë zgjidhesh ata po bëjnë, nëse ka tentativa ose nëse ka indicie se ata mund të reagojnë, se sot ka dhe një problem tjetër. Kur ky lloj krimi ndërthej me natyra tjera kriminale. Për shembull, pra këtu duhet ndarë. Kur ti je shef, këta janë kapur shpejt sepse ka që kishin edhe fuqinë dhe takatin. Kurse ata që organizuan vrasjen e Ardian Nikulajt, ata e nisën nga Anglia, e kupton ça fuqie financiare kanë patur ata. Nëse bashkëpunohen dhe krimi organizuar, narkotrafiku, apo aktivitetet tjera kriminale që japin peshë, japin para, japin burime njerëzore, japin burime logjistike, ajo bëhet dhe vështirë pastaj dhe të zbulohet. Por në ngjarjen e fundit, ata e kanë dëshmuar qartazi që kanë dashur ta bëjnë ata dhe pikë. Shkon, e bën, e reagua. Si mund të zgjidhë, domethënë. Pra, kush e ndal se këtë kam Një histori, unë nuk di shumë nga këto historitë, po di një histori që ka falë presidenti për një 15 vjeçar. E ka falur presidenti? Po, e ka falë, s'du ta them emrin, Alfred Mojsiu e ka falë. Është nis nga tropoja ai për me marrë hakun e gjyshit. Baba vet nuk e kishte taku babën sepse kishte qenë kaçak me Bajram Curin, e ka vrarë në lushnjë atë, 95 vjeç. Me nagant, me buk me vete, buk në trast, dhe këtë personin e ka falë 16 vjeç do t'jetë. E kam ndjekur të historinë. Po, edhe e ka falë presidenti. E ka gjyshja se ishte krimi para luftës. Po pra para luftës, kishte në kod Bajram Curin, se dinte njëri, e nxiti jati. Gjyshja e ka edukuar më të frym, i jep dhe armën e thotë do marrë shakun e gjyshit. Shko në fshat në lushnje, ku jetonin ata, se ata kishin ikur me i shmang kasmit. Jo, ma i kishte qenë xhandar i zonit të diun. I qëndron në shtëpi